Fatkeqësisht ndryshimet klimatike ndikojnë drejt për drejt, nuk ka dyshim aty. Studimet po bëhen me lyp kohë për mu publiku studimet në njerëz se sa ndikojnë drejt për drejt në rritjen e smundshmërisë ose paraqitjen e smundjeve të tjera. Përmendet alergjit, unë personalisht si mjek i smundjeve shmushrie pulmone kam përvojë, nuk i kam shënimet konkrete kështu, se ka rritje të alergjive me ngritjen e temperaturës globale, edhe me ngritjen e zhvillimin e industrisë, përdorimin e substancave të ndryshme kimike, të lloj-llojshme, qoftë në industri, qoftë në ushqim, qoftë në kudo qoftë jemi të rrethuar me këto produkte, edhe numri i alergjeneve është rritur. Periudha e dimrit është periudha kur smundjet respiratore janë më të shprehura, ato e gjithë e dim, gjendjet virale, përkeqësimet e smundjeve kronike si bronkiti, astma, pneumonit e kështu me radhë, si të fëmijët, si të rriturit e kështu me radhë. Posaçërisht, ndikimi i ambientit vjen në këtë periudhën e dimrit kur përdoren për ngrohje materie të ndryshme që ndodhin në ambientin.